Kisha të në unë i dekun qysha ditë dhe ishte më mirë. A kuptën kur mu se të zitën i shtatë të ditë qajtë me nëtë? Shikoje, ditën e basë. Shpjet je bashku dhe aty ku nuk madhe me. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do shkojmë në Itali. Unë do të hap dritaren për një 72 vjeçar me emrin Ndoc Marku, një shkodran, i cili vetëm përpara 2 ditëve më dërgoi një mesazh dhe kërkon që të jetë pjesë këtu në live me Odetën. Një histori për të rrëfyer ditën e sotme, për padyshim dhe shumë kritika ndaj personit tim, emrit tim. Por çfarë kam bërë, ai do ma thojë në këtë live dhe padyshim do përballem dhe unë si gazetare me Ndoc Markun, një baba që ka kaluar shumë fatkeqësira në jetën e tij. Kështu që hap dritaren dhe e ftoj. Ndoc, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, unë nga Cesino, rimi në Itali. Je në Italia aktualisht? Në Itali. Javën tjetër ose mos ka mundësi që më nga 2 javë do të gënesh. I tash Ndoc, do më shpjegosh çfarë ka ndodhur, sepse më morën në telefon i mërzitur, i irrituar dhe nuk kuptova asgjë. Ju keni qenë pjesë e programeve të mia përpara shumë kohësh. Shumë i mërzitur. Një herë që aja që këna bëne 2023, janar 2023, është buku nga media juvi. Atere, në 2023, janar ti ke qenë në studion time? Pa. Dhe konkretisht? Poshme, Hidayet Beqire, si e kwa e avokati. Ju keni qenë për çfarë çështje? Unë kam kënë për qeshtjen e djallit që më ka, që e kam humë dësh, janë bo 36 vite më në prill që shkaj, në këtë prill, banë 37 vite. Edhe për qeshtjen e vrasjes djallit. Atëherë të lutem, djalin tuaj e kanë vrarë, mund të ma kujtosh pak të histori? Djalin dhe me kanë vrarë, me 9 2011, dhe për do të më falesh për nervozizmin, do të më falesh. Jo, të mirë kuptoj. E ka mëll kryetarja parlamentit një pleje, një femën pleje në Shkodër, se e ka mëll qeshtjen, e ka pushu se kanë kënë trimat e saj, se një femën pa tërpsjaja që ishtë kryetarja parlamentit, që pa djegur Shqipnin, bashkë me kryetarja e saj, pa djegur në përvrasin prap njërës, dhe mu nuk nepet liri me pull nuk nepet liri, me përgod liria. Kam shku 15 vjeç në ndërnim. Të ndaloj pak të lutem? Po të? Ti më akuzove që emisionin tënd unë e kam fshirë. Po, ashtë e vërtet e kam po. Jo, Klaudia, më ndihmo pak me telefonin tënd? Jo, do ta vërtetoj që nuk është fshirë emisioni jot. Unë jam live në këto momente, më hap të YouTube-i, unë jam live në këto momente dhe pa dyshim që do hy me emrin tënd, do të Marku. Dhe video me të shikueni, Të lutem, për të qenë transparente. Sa kanë full aty, unë dhe me të. Atëre të lutem. Pytën lirin me humjetën. A është emisioni e ka qënë edhe avokati Hidayet Beqiri në studio? Bravo, po. Ja, do presa të dali edhe plani jot, do ta shty pak, derisa të dalësh dhe ti në ekran, për të vërtetuar që je ti. A jeni ju këtu? Ja, a jeni ju këtu? Po, Odeta, po. Po, ky emision nuk është sheshur dhe është në transmetim.
Mu me dele emisionim dele shumë në YouTube. Jo, ja, unë jam live me ty, e hapa nga telefoni dhe ti po e shikon video që unë kam plejuar dhe emisioni nuk është hequr. Jo, nuk, Odeta, një gjë, unë jam një njeri shumë i vujtën që unë i kuptoj gjënat shumë mirë. Jam një njeri që ju unë binëm përgjithësa, jam edhe diçka që unë i kunoshtoj gjënat, kur atër e të ngot realiteti. I dashur Ndoc, më lërë të shpjegoj diçka. Pa tjetër. U bë 8 vite që unë jam moderatorja e emisionit Pa Gjurmë, u bë 2 vite që kam hapur një dritare live me Odetën që mere me këto histori. Pa dyshim që në gjithë të historik punë time, më është dashur të heq video. Por, janë hequr për shkak se personazhet e kanë kërkuar, pasi kanë marrë një zgjidhje që videoa të hiqet. Por videoa juaj nuk hiqet nëse ti vetë nuk bën një kërkesë për heqjen e asaj video. Në momentin që ti kërkon, absolutisht ja. Unë jam transparente, nuk kam turp të them që një video po e kam hequr. Nuk kam gjamine, Odeta, nuk e në një gjë personale se me eme. Unë jam pëm i vujtën e pëm i babë. Pëm që më kanë butë friken ma shpinet. Të lutëm, me mu falë si me kanë dikuar me Zotin. I dashur Ndoc, Jam i vujtën. të lutem, po flas sikur je baba im, po të flas me sinqeritet të pastër. Palme, jam 72 vjetë sëtë. Ka 4 vite që kam kënë 68 vjetë, që kështu kam dalat në të emisionit e ju, 68 vjetë. Kam kërku djallin që ma kanë da 12 vjetë, që ma 15 vjetë. Jam pa djallë, Odeta, jam pa djallë. A di që më thënë me kënë jam pa djallë? A kuptën që i në vetë? A kuptën kur musën sitën i 7 qajtë me vetë? A kuptën këtë gjithje? Kuj, ju kam në së dëshira, Josefina që qishë një feme një morale, një feme po karakter që unë e njëlla dhe unë e kam pas fushi, unë e kam pas morgis, e ati saj ka fut njës në bërk, Josefina ka fut njës në bërk, sot ka ken 2 mandate kryetare parlamentit, me Partinë Demokratike, partia më e partia kriminelle, partia bandit, partia i sisit. Të lutem. Unë kur dhëm të janë që si delë për basën i më ishtë, të dhëm të e kryetari i sisit, tjeni kriminell, një shpedhar që vjen për i shpedhave, në qytetë dhe njëkë të në Shqipnin, ku shashtaj. I dashur Ndoc, mos ta kthejmë politike gjën, por të flasim për plagën tënde që ke në zemër. Politika më ka vra, unë e kam deklaruar atë, politika më ka vra. Ta pëse më sakse politike une? Kur politika më badhi, kur politika më shqe i vrasin e gjallit, 12 vjeç gjalli, 15 vite i vam, nuk përmendet në si media. Gjalli jem, përmendet në vagabonda, e ljudet e shpijave, maskaret. Nuk përmendet i këmi 12 vjeç. Në zjarë të me pa baba i vetë, që që i kohë, dykujnë në mëndë për asmi. Ka vrasje vëtë fisht, ja 2 fishta, vëtë fisht. Nga politika dhe nga media. Unë e kuptoj që zemra jote është e plagosur me humbjen e djalit. Unë jam e marrukeme, Odeta, zemra eme, jam të vull me ty që me kënë të vull me një motë të temen. Më kuptoj vetë. Me i fitu më deq, bëjnë shantazhojnë politiken, morrin pare, mushin gjebat, edhe mund klasin zemën. I dashur Ndoc, dua të pyes për vrasjen e djalit tuaj 12 vjeç, ku u akuzuan punojësit e institucioneve që i morën jetën. Unë ja kam në mediat tuaj, kam akuzu me emna me mjena. Vrasësin, mshesin, mrojtësin, prokurorën, një plehe shkodi një qëtësim nga puka, nga medita prekashe e palasjo femen. Nuk u dënua askush për vrasjen e djalit tuaj deri më sot që flasim të dy? Të kush Odeta? Dajnë hajdutat në ndërtimin e policisë, dajnë kriminalët në parlament, dajnë 20 më
gjak kombëtar, po gjak shqiptarit, me gjak jeshil. I dashur ndot, do më kujtosh edhe një herë emrin e të ndjerit, të djalit tuaj? Kristian Marko. Çfarë ditë ka ndruar jetë? Në 9/2011. Mund të ma kujtosh ngjarjen? Ngjarja po. A ditën e sa ka marrë prej malit, edhe jam njët në shtëpi. E kam taku djalin 20 gjysë orë për panë, e kam taku djalin, ku hina me pi një kafe, unë ishëm low, prej punët, 12 orë, ultim me mal atje, me fitu buket, me për fëmijëve. Edhe, unë i danët me pushu. Kur ka kërësit aja Soleta, unë kam dënë bëndënë edhe kam bërti Kristian babë, që më nëjvi shpirti që unë huma fëmin. Jam ullë vratë. Në disa sekonda kam shku të dani. Kam pa, ka një kushi me i ledhë, ka që ledhën, kam zjerë djallën e dekun. Kisha të në unë i dekun që isha ditë dhe ishte më mirë. Dhe ishte më mirë, edhe unë edhe ova. Se e oma sëtë me fjallë jam të mëjt me i do që. Jam të mëjt me i do që se ashtë smura e kalën, aja me bo humor me te kalën. Jo ma me bo me punë e gjavë shumë, me që që nuk vjen ma në të rëzi. Djali ka qenë vetëm 12 vjeç? Po. Por çfarë ndodhi me atë Solet? Kush e rrëzoi atë Solet që ti akuzon shtetin? Soleta ka qenë e zet buksanit. Aja ka qenë në tes e palishme, edhe ata të i nukut, edhe kam pol direkt me policin e nukut. I kam thënë zët një bani një rafemi, kam thënë t'i dhamit, në qështë i udhëni me prishe, e dim nata, a i karagjës, a i vagabond, a i rrugaq, hajdut gjepash, hajdut moralit, hajdut shpijash, hajdut votash. Ne nuk kena shtet me zamane, ne nuk kena po shtet kur, se majnë unë jam 72 vjeç, nuk majnë se kena po shtet. Ne i herë që me mla popujnë e vetë e me i dhënë dhejt jeshile popujnë vetë kur, se majnë Kanë qenë punojësi, le të themi? Me shpjet nëre, një punëtor që ka dhanë sigurimit shtetit, jo policë me rogë, po policë me i mjetë dyqeneksha. I vajti të dëvëzit e remot ati, që kanë një mu sigurimin e shtetit. Pra, i dashur ndot, kanë qenë punojësit e shtetit, të cilët po prishin një ndërtesë pa leje, në çfarë vendi konkretisht ka ndodhur ngjarja e rëndë? Në Skënderbeg për ballë Vorreve Katolike. Në Shkodër. Pa. Dhe këta punojës prishin një ndërtesë pa leje dhe fatkeqësisht djali ka qenë poshtë ndërtesës dhe ka zënë Soleta. Djali ata kanë në prishte kur kanë debatune me policin e nukut, ta për mbujtu të vejnë gjatë rrugës, kur kam debatune me te, ashtë nëllë, skavatori e ka lënë në tesën e ka lënë të goditën për gjysë. Po. Dhe, ka nej, në tesa ka nej të i ditë. Pra, ka nej, me datën 7-8 nëmë. Me datën 9 kanë fillu punimet, Zefi i zoti i nërtes me punëtorët e vetë, jo të bashkisë. Nuk e di, a kanë marrë rrugën bashkisë, të shumë këtu gabaj, mos të dhe faj kërkuj për këtë pjesë. Por, djali adha me dashje, që unë në 2009 kam deklaru për para medjes lokale në Shkodër, kam deklaru që Partia Demokratike të vjallë votat me të vdekun. Më ka thënë gazetarja, ku jam vdeknit, që kam thënë ne? Para Lek Marko dhe Kol Marko, të cilit të tre janë 2 pandemi, edhe vëjem që kovan jetën në 81 që adha ushtarë. I qartë, por. I dashur ndot. Dhe ushtria, një arkeval nuk më ka dhënë me fut vërë
nuk nga pruj kile makarona me azidi kuj. Ashtu banë për gjallin, banë gjallin do më deq, këllyshet e komunizmit. Unë kam urrejtje për ta, dhe të bëhëm kamikaz, do t'him parlament, do të vetin në e dhata. I dashur, ndot. Edhe mua e mërë këtë, ti e vajzë e re, je grua e re, ti e nanë. Mua e mërë që unë do të bëj këtë punë, jam i betum. Jam i betum në zë, jam i betum. Që është për mi mu. I dashur, ndot, je i kuptuar dhe të dhëm zemra për humbjen e djalit, por të lutem. Si qëm i zemru me zemra, si qëm i zemru me, unë jam se të ba djallë, nuk e kam i zemru, që të të me, mu se të gjithë me nëtë për natë. Edhe këtu në migim. Kam dur mu Italia mu, qa është Italia? Italia për mu është një Kazantinash. Një plehe është Italia para shkodës seme. Aty ku lina, ku rrita, ku krejova, ku bëna, ku sakrifikova. Por, të lutem. Ja Italia, ja Amerika, po qa dur mu të shile? Ta dena për mu. Mundohu. Pa gjallit. E qartë, dhimbja është e madhe, një baba të humbi fëmijën është një dhimbje që nuk përshkruhet dhe të besoj për këtë pjesë. Por zëmërimi të bën të gabosh. Prandaj dua të them që qetësohu pak dhe le të flasim të dy dhe ma shpjego këtë situatë. Në momenti që ndodhi vdekja e djalit fatale nga prishja saj ndërtese ku çatia e Zuri, 12 vjeçarin dhe ai ndroi jetë, gjykata e mbylli këtë çështje, çfarë vendosi? Ma shpjego pak. E mbylli Francisca Lekoni, prokurorja. Ndot, në këtë ngjarje nuk ka lidhje Josefina. Marri foto djalit. Po, do të pres, mere foton. Një baba i zëmëruar me një hidhërim të madh për të birin që po e rrëfen këtë histori të dhimbshme dhe ndërkohë shikoje ditën e bashkë ty kam pas sytën e ty kam së prap sytë mund keni vra ka dha politika më ka dha media më ka dha kriminalat më ka dha që ndoka hatë me rëm dhe zoti mund do kuna në shënëmen që nuk do hakë me rëm për këtë të i dhja dhe të qire a di që më thënë në do fmin e me në kryetaria parlamentit që i kërën ligje dhe hime me utimin a di që më thënë dhe më thënë që ka unë besimi ka unë vlerë politike ka unë vlerë ke edhe të qëjtë e mizët në Shqipni të njëzit ka unë vlerë por prokuroria e mbylli çështjen apo çështja ka lënë në gjykatë dhe gjykata mori një vendim prokuroria pushoi çështjen u pushua çështja nga prokuroria pushoi mori paret dhe ikun fundet. Me çfarë motivi e mbylli ajo këtë çështje kur kishim të bënim me një viktim në këtë ngjarje? Motivin Allahun e kam dosën atë me këtë një që e kam të punu si kanë dashtë vetë ata. E kam me ratë aty. E nuk e di Michel, nuk e lexoj se marrë neva, atë le du marrë neva, marrë femem. A mund bëj fjallë më nej me gru, më nej që nuk ka pik, po e bëj fjallë me djallë që nuk ka pik, po e bëj fjallë me nuse që s'm ka pik, po e bëj fjallë me zotin që m'ka falë. A kupten? E qartë, e kuptoj gjendjen tënde goxha të rënduar, shpirtërore, psikologjike. Nuk kom rri qështje eme, Të lutem, Mimi Laj, unë e kuptoj që zëmërimi jotë është kaq i madh sa do të hakmerresh në formën më të rëndë, por të lutem, qetëso. Në formën më primitive, unë do të hakmerrem në formën më primitive. Por të lutem, qetëso, je një baba që ke humbur një fëmijë, kërkon drejtësi, mos i humb shpresat, por kam humb gjithçka, kam humb fëmijë, kam humb gjithçka. Është qartë. Kam humb zemra. Por jo të hakmerresh, nuk është kjo forma e dur të bësh vetë gjyqësi. 15 vjet nuk, po 15 vjet, që nuk o hakmur shteti për mu. I dashur ndoc. Nga një familje, unë jam një gjatë, unë jam gjallu shtarakut, një burit në rumë, që e kanë në ru tënë bufteja në atë kohë, e kanë në ru tënë Shkoda, e kanë në ru me tërimin më të mërkurushëm, një burë zëtë një familjari mërkurushëm. I dashur ndoc, sa fëmijë të tjerë ke? Kam edhe Nikolën, që kam to, edhe 2 tjerë me martesën e parë, 2 tjerë me martesën e parë, që njëni e di, ashtë në zvitat me gjellë hudën,
pak plasme të plakë heqme. Kurse tjetin kam të i vetë, ashtë a i kalim në 80 nanën. Me 6, më morë 80 nanë. Dhe unë me 11 prill, kam bavrasin. Me 11 prill të ndec. Jam denu me nenin 84 germa qëtë vrasi pushkatim. Kam me 7 muj i lidhën në konëp me hekrën kam, me hekrën duër, me konëp në fyt, do të nisi potën. Të lutem. Do të nisi potën. Ndoc, se tani po e dëgjoj këtë histori. Pra, martesa e pare jotja u shkatërua se ti përfundove në burg se kishe bërë një vrasje. Përfundova në burg se unë e brava atë që arri, unë nuk e kam motivu nësh në media, se më ndjemzoj me dala shumë i qenë, që me kalëzu të nata barkot të në... Aja, një familje e pa ftyrë, një familje e pa karakter, një familje e pa stabile, po një familje e përdalën, edhe sahatin e dorë që ja kam ble une, ja kishte marrë edhe kjo. Atje kur ma kanë kalëzu sahatin, une kam pa vrasin. Por ju kë vrat, kë ekzekutuat? Dashnoj në grusë. Çfarë viti ka ndodhur ngjarja? Ka ndodhur në 1990 në orën 6 e qerek. Dhe ju dënuat me sa vite burg? U dënu me pushkatim, mu faljeta. Se ka qenë koha që ende nuk ishte ikur sistemi komunist. Le themi në 10-ta ende nuk ka demokracia. Mu faljeta, kam dalë në gjyq, prokurori ka kërku 14 heqetlis për mu, të u gjykus ma lak 12. Kam ba nërta, kam ba 41 muj burg, më ka liru zoti e një spas të tjetë zoti Arbnori. Dhe kur dole nga burgu? Kam dole nga burgu, s'kam gjetë shpi, as kam gjetë fmi, as kam gjetë kur qanë, s'kam gjetë një palë roba më në ru, s'kam gjetë derën ku me hi. Kam shku të motra. Kam jetu të motra, si të motra të shi, une motra vlad, e vlad motra një që nuk dhahem dushim me këta pjesë, por unë në shpi, në kantrandi, me tanët mirë, e mas me gjithë një kanatjere më në mru, me dalë prej burgut. Kur kam shku të shpia saj në Tiranë, më ka dalë ama. Në që tha, Lulja martu, ka dhe një vajzë. I tha, sa he martu të e vajzë e jote me thaqë. A keni gjallë thaqë me bo konkurencë, thaqë me 7 zanor, apo 7 gërë për një... Që di une mi fjalla unë hirën pjesë klejike, mi fjallë që klejit për mu janë njëzit më të nëtë. Për mu, unë i kam pa të buqë, i kam pa të borrel, i kam pa të lejtje, janë njëzit më të mëtë që mund të kemë toka, janë klejt, anë e manë, majtës gjatës midis qenë. I dashur Ndoc, ti përfundove në burg në vitin 1990 dhe kur dole nga burgu, çfarë viti? Unë kam dalë kam ra me 11 prill 1990 dhe kam dalë me 23 korrik 1993. Badi pi matematikë që jam... 3 vite burg bërë, 3 vite burg. Në da sa mu i burg kam ba. I bjetë kesh bërë 3 vite burg. Unë kam ba 3 vjet, zi sa mu i mi fjeli të kanë. I qartë, a përse 3 vite e pak muaj. I dashur Ndoc. Prill 11 prill 1990, 23 korrik 1993. Por ti dole nga burgu pas 3 viteve, ajo kishte vazhduar jetën e saj, ishte martuar, por me fëmijët e tu. Aja ka shku në Greqi, si Ali Pashtë e Pelele, ka shi qpine, ka shi të rëndit e tana pa pas një qime plohut mund e kontribut në shpi, po tanë gjakë jem, e trupi jem që i kam kontribu për atë shpi, nga marrë në fmi, edhe ka adoptu alvarën në një familje greke aty, ku jam drejt interesimit për gjetin e timi fjell
që ashtë e dëmtum këtë di. Por të lutem, që të shpjegohemi, ti nga martesa e parë ke 2 djem. Nga martesa e parë ke 2 djem. 2 djem. A ke kontakte me djem sot? Vetëm me të madhin, tak. Por me të voglin ke kontakte? Absolutisht ja. Pse nuk ke? Absolutisht ja. Pse nuk ke kontakte? Absolutisht, a di pse? Muja ko mërë fmitë dhe mi ko djerë fmitë jashtë kufinit shtetënor pa pjemen teme. Pjema jeme ma bashtu. Edhe aja ka hap një gjyq edhe i ka shantazhu ata prindë saj, zisa dhe kjo ka marë atën edhe, për në gjerë të si qute e letra Prokur. Pra, për me bë një prokurë atëne që fmi kam dalë me lejë teme. E qartë. Kam dalë me lejë teme. Personi që ka marrë për ju, atë qëtësinin që ka deka, ka mushi një hale atje nga qimi, një borë me hale. Ish grua juaj ka ndruar jetë. I ka thonë ati me bashkëtusit që mund ka dek burri. Unë jam gjallë. I dashur ndoc, të lutem. Me djalin e vogël pse nuk e kontakte? Ose kush më mlio me te, ku me gjetë në zemene, ku me gjetë? A ke kontakte me djalin e madh? Kam me 1 vit e gjysmë nga gjithë ka mujtë me gjetë. Desa unë e kam i që uleme policia e gunin asfalin në shpen me marrastu asfalja. Ata marrastunen e më qytën në Gopin. Por djali madh që ke kontakte, që jeton në Zvicër, ka kontakte me vllajën e tij? Unë e di se kanë pas kontakte dhe i kanë në prej kontaktet, arsyt nuk i dimi, që nuk i kanë kaltuar arsyt, por arsyt unë e kam zjarë, më thënë në atë konkluzionin dhe e kam zjarë që familja e adoptum që kanë adoptu djalin nuk e lajnë me komuniku me kërken. Pra ish nusja juaj e ndjera e ka adoptuar djalin në Greqi? Pa. E qartë, i dashur ndoc, dua të them diçka si një grua, si një nën. Tradhtia është e rëndë, absolutisht nuk falet. Por aman, nuk i askushi të marrësh jetë njeriu. Na jep Zoti i lartë jetën dhe ai na i merr. Besoj që këtë gabim ti e ke kuptuar. Une nuk jam ai protagonist që jam i njënën për kejme. Absolutisht. Unë jam një i më mëshirueshëm për këta pjesë. Jam një i më të lërus për këta pjesë. Por me mund me kanë qu, aty ku kanë qu, si po thona profetin e Jezu Krisht, që i kanë mund në kryq edhe kanë mu herën kry, e guzhat dure në kam, dhe nuk e kanë lanë. Kështu jam e dhoni i guzhdu. Nga politika, kush janë ta? Por gjithsesi, krimi është i rëndë që nuk bëni njeken, në shpolin intervjist. I dashur ndoc, krimi është i pa justifikueshëm dhe unë realisht nuk e di se si ke arritur të bësh vetëm 3 vite burg dhe dole dhe le të themi vazhdove dhe jetën tënde. Ti u rimartove me grua... Baliru kryetari i parlamentit zotja Nori, një spas atje ku ashtë. Ma the pak më parë. Ndalemi pak tek martesa jote e dytë. Me martesën tënde të dytë ti solle në jetë sa fëmijë? 2. Kristianin të ndjerin? Pa, edhe Nikolën. Dhe Nikolën, që jeton në Itali... Këtë që i foli me 2. Po, Nikola që jeton në Itali dhe ti jeton në shtëpinë e tij. Por, realisht, ti hyre sot këtu në live me Odetën se gjithnjë ishe i mërzitur që videoja të shequr dhe ti kërkon që zëri jo të dëgjohet. Je këtu live me mua dhe zëri jo të dëgjohet, por jo të japësh mesazhe kërcënuese, të lutem, vetë gjyqësia nuk zgjidh asgjë, ma beso. Ti e ke provuar burgun dhe e di që do thot burgu. Ata një kanë me shpirt, sigur me pesu zemën dorë përpara Zotit. Shpirë dje po shku dje aty ku nuk manë zemene. Nuk manë, kam humulatin.
Nuk kam shpes ma për kur gjanë mut ma. Jo. Unë se ne kam jetën këtë falas. E kam një qima e doan jetë a jene. Pa me flesu në me këtë rejtjet, pa me flesu, nuk kem njëri që jam i linën për klime, jam i linën për shëndashima. Zbute zemrën, zbute zemërimin. E jam su me jetu me merë, e me ftyrë, e jo me gabitje. I dashur Ndoc, të kuptoj, zbute zemrën tënde dhe zemërimin. Nëse ti je në këtë jetë, je se ke një mision. Vërtet ke humbur njërin nga fëmijët, por mos haro, je babai edhe një djali që ka aty brenda në shtëpi që ai ka nevojë për ty dhe ti duhet jetosh dhe për atë. A kam rrit, e kam bëj 29, e kam bëtë malë. Nuk kam detyrime ma, vetëm detyrime shpirtnore e dashnije për të. Ai është detyrimi më kryesor në jetë. Ai është detyrimi më kryesor në jetë. O deta, a din që se ne kam 7 vjetë që nuk natin pensionin? Mu, qeveria shqiptare, kam shku e më ka thënë mu, kryetarja, drejtoresha, atje ku banë në pensione që të Libesa Bunës, nga ljallë vjetë e Bunës, edhe më ka thënë nuk të kanë se ke 12 muaj. Por kur të vish në Shqipëri për pjesën e pensionit, do të vitu një ekspert për të ndihmuar për këtë pjesë. I dashur Ndoc, vazhdon të kombgulësh dhe kërkon që zëri jotë të dëgjohet, dhe padyshim zëri jotë të dëgjohet, sepse në fund të gjithçka e një baba me një zemër të lënduar. Kush është mesazhi që do përcjellje sot? Mesazhi i jem, dhe qose Zoti është në qirë një e i vërtet, do t'ju thosha, do t'ju lutër, do t'ju gjuj, zohë ullëm gjujnë. E vësus unë kam folë në nela, për akmoni për diqka, unë dhe tari këthej përmat e të dërë kapatini, poshtë. Do t'ju thëmë, që djali të përmenet medjen, të përmenet djali, të përmenet vasit, të arreston vasit se dora e zesë që ka bra atë për llogarit politik në Shkodër, vetëm se kam thënë unë që janë të vjallë votat me të vdekon. Se unë kam pa në qendër votimit të shkolla pirore në Shkodër, emnin e babës, emnin e nanës, emnin e vllajt që më kanë dhënë ushtar, e kam pa në listën e votimit. Dhe unë kam folë një realitet, unë nuk kam rretë. Unë jemi përsekutum, kam shku 15 ndërrim e më liru 25. I dashur Ndoc, por ndoshta nuk e mendojnë që vrasja mund t'jetë bërë pa dashje e djalit tënd 12 vjeçar? Absolutisht, a ba me dashje, Odeta, a ba me dashje. Ma është dia ka ba me dashje djalin. Se është e rënë, një njëri të vrasë një 12 vjeçar me dashje, se babai është demokrat. E ka kullon se më ka të djalin poshtë. Ka është një realitet, qose fjale e me nuk është e gjatë, unë do kërkej në shkimin në më ekstrem që mund të kërkoj njëru për para drejtësi shqiptare, që nuk ka heq drejtësi shqiptare. Në Shqipni blehe njëzit me dek e vetë, banë vetë mu i bërë, dhe pavujnë para dhe jashtë. Tu kam rritë punën në Shqipni. I dashur Ndoc, do dëshiroja të flisja pak edhe me djalin tuaj ditën e sotme. Po, atë, Nikola? Po e thërret Nikolën. I dashur Ndoc, të përshëndes, ty të përshëndes dhe do flas me Nikolën. Nikola, përshëndetje. Fola për minuta tëra me babain tuaj, e di që zemra ti është e plagosur, edhe ju keni humbur një vlla, dhimbja është ende e madhe në familjen tuaj, por ndoshta si djali i shtëpisë duhet që atë zëmërim babait t'ia zbutësh pak. Shikon gjithmonë mundu me pozitivitetën e i bëni flas me dashni për me evitu ta zëmërim e këta gjona, por duke qenë që vim në një vend që se qa është e drejta, duke qenë që kena jetu në një vend që ka vle ma shumë atë forca e mirësia, gjithmonë do mundohem prapë se prapë t'ja mosh manën babës, ta qëtësoj se më kam, por është pak e vështira në këtë moshë të me që ka, kuptem.
E qartë, unë e kuptova qartë. Nuk ka shtë shumë e thjeshtë. E kuptova qartë dhimbjen e ndocit e babait tuaj, por dua të pyes, ai ishte irrituar se mendonte që unë i kam fshirë videon dhe nuk pranoj që ai të jetë në live me Odetën, por nuk e kam bërë këtë gjë dhe ja shpjegova, por ti me vllajin nga babai ke kontakte, sepse babai juaj është i plagosur edhe me një histori të vjetër nga martesa e parë që marrë theu. Atëherë, me vllajën e madh kam lidhje shumë mirë, kena raporte shumë të mira, edhe me babën ka raporte shumë të mira vllai i madh. Më vjen mirë. Por fakti është që pjesa sa për këtë vajt tjetër nuk kena asnjë pikë lidhje, që nuk kena asnjë informacion, sepse nuk e kam marrë kur guxim as vllajën e madh me pyet sepse janë disa tema delikate, kupton? Janë disa gjëra shumë delikate si Nuk dua të pyes dhe të gacmoj në këtë pikë se është delikate për familjen tuaj, por i dashur Nikola, ti je sot një burr i rritur. Ti vetë nuk e ke marrë guximin të flasësh me vllajin e madh që ore ç'a ndodhi me vllajin tjetër, u birsua në Greqi nga nëna e tij që ajo ka vdekur, po ju e keni gjak. Nuk e ke marrë këtë guxim? Shikoj, unë për këtë pjesë e kam marrë, do ta flas vetëm për vetëm, jo për në gjarë, ju kërkoj bile edhe ndjes në që se me këtë shkupuni. Në mënyrë absolute. Por kam gjazi, janë disa gjëra që unë kam qef mi majtë privacy. Dhe është e drejta juaj t'i bani private, por kam qef vetëm me smeta dhe vëjtem, sepse janë disa tema delikate, janë disa tema shumë delikate që të e qartë. Kohën e vetë. Nikola, nuk mund bëhen gjërat, sidomos kur flitet për vite. I dashur Nikola, bëje këtë hap dhe uroj me zemër që të bashkoheni me vllajin, ta gjeni, të jetë shëndoshë mirë dhe të bashkoheni të gjithë së bashku, sepse jeni vëllezër. Ajo, atëherë, gjenë, nuk është se është i hupën, nuk është se nuk, adresa akoma nuk ka mund personalisht, kurse vëjem, i madh ka adres, i ka gjitha. Por thjesht do duhet ajo koha, do duhet ajo puna, do duhet ajo delikatesa, do duhet ajo durimi për të shkuar në fund zonave. I dashur Nikola, me tune, që për me arritë ati moment që mund të akume unë me djartanin. Që me ditë që i baba me djarë, që nëna vetë i ka thënë një qëllë i ka thënë klenave të gjëgjisë. Se vend të fullu se përnda. I ka thënë për një burri. është baba, është e kuptueshme. Nikola, të përshëndes. Okej. Gjithë të mira, ju pafshim. Ju uroj suksese. Faleminderit. Ishte kënaqësi shumë e madhe. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën. Mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori të dhimbshme, histori që vijnë nga shumë treba të Shqipërisë, por dhe nga shqiptarë që jetojnë në diasporë. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakojmë nesër me një tjetër histori.